Në liçenin e Pogradecit ka një rritje të ndjeshme të numrit të shpendëve. Një fakt i tillë del nga censusi i shpendëve i realizuar edhe këtë vit në liçen. Ekspertët shpjegojnë se ky fenomen lidhet kryesisht me zhvendosjen e tyre nga liçeni i Prespës drejt Pogradecit. Ka disa elemente të veçanta në Pogradec si vjet, për herë të parë në rreth mbi 20 vjet që bëjmë ne monitorim, numri i individëve të një specie të rëndësishme siç është murcak është pothuajse shumë i madh. Zakonisht shpendët duan disa elemente, duan habitatin për shtëpinë e tyre, duan ushqimin, duan nivelin e përshtatshëm të ujit në liçen, por njëkohësisht edhe duan që të ketë shqetësime minimale humane. Ndërkohë, specialisti i zonave të mbrojtura, Gani Bego, shton se procesi i censusit po zhvillohet paralelisht në të dy anët e liçenit të Ohrit. Censusi përfundon brenda ditës së sotme, është një ditor brenda ditës së sotme dhe nga informacionet që kemi ne kryesisht zhvillohet dhe në pjesën e Ohrit, pjesën e Maqedonisë, pra bëhet njëkohësisht në dy pjesët e liçenit, pra pjesën tonë dhe në pjesën e Maqedonisë. Për të patur një rezultat të saktë dhe mos kemi mbivendosje për sa i përket numrit të shpendëve. Censusi i shpendëve dimërues zhvillohet prej disa vitesh dhe ka si qëllim monitorimin e popullsisë së specieve të ndryshme në liçenet e Pogradecit dhe të Prespës, duke shërbyer si një tregues i rëndësishëm për gjendjen e biodiversitetit në këto zona të mbrojtura.